Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e emisionit Shqipëria Voton, Gjirokastra zgjedh. Sot do të jemi në studio me drejtuesen politike të Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, zonjën Mirela Kumbaro. Përshëndetje, mirë se erdhi zonja Kumbaro, ju falenderoj që pranuat ftesën e RTS Gjirokastra. Faleminderit juve për ftesën, gjithmonë kënaqësi. Zonja Kumbaro, në fakt këtë bisedë doja ta nisja me pyetjen cilat janë disa nga arritjet e qeverisë suaj që ju mund t'ja deklaroni sot elektoratit tuaj, si histori arritjesh themi apo mbajtje premtimesh, gjithmonë duke kujtuar edhe premtimet e bëra 4 vite më parë. Vim këtu me një bilanc 12 vjeçar. Dhe kur vjen puna për një bilanc 12 vjeçar, bilanci merr kuptim ku e gjete edhe ku jemi sot. Gjetëm një Shqipëri me një borxh financiar të frikshëm. Mund t'ju jap vetëm një element vogël. Në 2013 si Ministre e Kulturës në qeverinë e parë Rama, vetëm Ministria e Kulturës me një buxhet shumë të brisht prej 9 milion eurosh, kishte akumuluar vetëm në 4 vitet para rendës rreth 3 milion euro borxhe. Dhe është gati dhe banale ta kujtosh, sepse janë borxhe që ishin sigurimet të papaguara, telefonat të papaguar, detyrime kontraktuale të papaguara. Në miniaturë dash këtë shembull, por ndërkohë të gjitha rrugët që ne gjetëm të nisura apo kontrata të tjera në punë publike ishin kontrata të lidhura me rreth 10% të buxhetit që vlente ajo punë dhe ishin të gjitha të papaguara. Dhe ta nisësh punën në zero, pra në grop, dhe ta kthesh Shqipërinë në 12 vjet në krenari rajonale, në krenari përpara Europës, është një revolucion. Kujtoj këtu gjithë programin e rilindjes urbane, e cila në fakt ishte një vizion, nuk ishte thjesht një paket investimesh. Ishte një program, një projekt i madh, gjigant në gjithë Shqipërinë, ku prekëm të gjitha qendrat urbane, nga qytete më të voglat si Libohova, si Këlqyra, si Erseka, si Puka, si Gramshi, si Belshi, deri tek qytetet qendërqarku, si Gjirokastra, te qytetet si Berati, po përmendim tu Tepelenën edhe Përmetin me që i kemi brenda qarkut, deri në Tiranë. Dhe nuk ishte thjesht rehabilitim ose fasada siç na akuzuan, por ishte një revolucion psikoestetik i raportit të individit me hapësirën publike. Një ndërhyrje thellë infrastrukturore, arkitekturore, në disa vende me qendra historike si rikthim në shkëlqimin e identitetit. Gjirokastra është një nga shembujt më të shkëlqyer, po kështu është Korça, kështu është Pogradeci, kështu është Vlora, kështu është Shkruja, kështu është Berati, kështu është Shkodra e me radhë. Dhe çfarë gjeneroi kjo? Gjeneroi një sinergji shumë interesante dhe të vrullshme tek investimet private, të cilat u stimuluan nga investimi publik, u ndihmuan nga investimi publik, u rrit vlera e pronës dhe filluan investimet private në të njëjtën frymë. Është vërtet një program 10 vjeçar që nga qytetet ushtrin në përfshatra dhe sigurisht duke pasur parasysh numrin e madh të fshatrave që ka Shqipëria, është një program që vazhdon. Nga ana tjetër, trashëguam një Shqipëri pa ujësjellsa, pa shkolla, me spitale të kohës para 90-s, dhe të gjitha këto janë pjesë e përmirësimit të mirëqenies së njerëzve. Mjafton të përmendim për shembull konceptin e urgjencës kombëtare. Urgjenca kombëtare sot për të gjithë është normal që i bie 127-s dhe urgjenca të vjen në çfarëdo fshati ku t'jesh brenda pak minutave. Pra, është revolucion në infrastrukturë, revolucion në sinergjinë që u krijua investimet private, por edhe në shërbime. Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, Libohova, Dropulli, Memaliaj ishin pa ujë. Flasim për një zonë që noton mes ujrave edhe burimeve ujore. Sot, kjo është i përket të shkuarës. Brezat e rinj që janë sot nuk e diskutojnë më këtë problem. Prindrit e tyre në 2017, unë jam këtu që në vitin 2014 që bëjetën politike, prindrit e tyre në 2017 thoshte aman të kemi ujë. Sot kjo nuk diskutohet dhe nuk duhet të diskutohet.
jemi futur në përfshatra dhe ajo që po ndodh me gjithë rehabilitimet e ujësillsave në përfshatra po ndodh në gjithë Shqipërinë. Ka mbaruar jo, s'ka mbaruar. Nuk ka mbaruar, se po të kishim mbaruar, nuk do ishim sërish këtu për të kërkuar një mandat të 4, po ama kemi treguar mjaftueshëm se si bëjmë punët, kemi treguar mjaftueshëm se çfarë rezultati japin punët që bën qeverisja e Partisë Socialiste, prandaj kemi gjithë të drejtën legjitime, politike, morale, por edhe patriotike të kërkojmë një mandat të 4. Keni ndonjë peng të themi apo merak që ju ka mbetur pa realizuar dhe a mund t'i arsyetoni para zgjedhësve tuaj? Flasim për qarkun e Gjirokastrës. Nuk u bë, patjetër. Çfarë nuk u bë, apo ndoshta që do bëhej më mirë? Tani ta përmbledhim pak e qarku i Gjirokastrës, se u përpoqja pak më parë të jap një panoramë të gjithë Shqipërisë. Për të thënë që gjithë programet që kemi janë programe kombëtare. Qarku i Gjirokastrës është një nga qarqet që ka përfituar në mënyrë shumë të dukshme nga ky lloj vizioni. Që në akset rrugore të rehabilituara, qendrat e qyteteve, qendrat e fshatrave, dhe sot që flasim, unë nuk do flas për pengje, se pengjet kanë kuptimin e gjërave që nuk i bën dot më, unë do të flas për projektet në të cilat ne duam të vazhdojmë të realizojmë. Kemi një detyrim akoma shumë të madh ndaj fshatrave. Qarku i Gjirokastrës është një qark shumë malor, me një relief të thyer, të thepisur, dhe ku ende në fshatra të largët, të cilët kanë qenë të populluar që përpara 90-s, ka familje që banojnë. Një pjesë e madhe sigurisht janë zhvendosur, kjo është lëvizje demografike, janë krejt normale në demokraci, por ne kemi akoma detyrimin jo thjesht të çojmë akset rrugore në fshatrat më të largët, apo rehabilitimin apo ujësillsat e rinj në fshatrat më të largët, por të çojmë zhvillim. Pra të gjitha projektet që ne bëjmë nuk janë thjesht projekte në nevojë të një komuniteti, por janë projekte që ta bëjmë komunitetin pjesë të një zhvillimi. Që të flas konkretisht. Po mbaron rruga Ballaban-Berat. Është një rrugë që nisi nga Ballabani i Këlqyrës dhe përfshin sidomos Bashkinë Këlqyr dhe Memaliaj. Përfshin fshatra të tërë nga Ballabani deri në Buzë dhe Memaliaj, të cilat deri në Glavë, të cilat praktikisht kanë qenë të izoluara. Kjo do të sjellë zhvillim, jo thjesht për banorët, por janë shumë të mëdha shprehjet e interesit të ish banorëve të këtyre fshatra që sot janë në Tiranë, janë në Durrës, janë në profesione të tjera, të cilët duan të rikthehen për të ndërtuar bujtina. Shembulli më i bukur është në Glavë të Memaliajt, një zonë jashtëzakonisht e bukur, por edhe nga pikpamja arkeologjike, kur kemi një bujtinë që është Villa Sofia, e ndërtuar në një moment, në një periudhë kur aty s'kishte rrugë, dhe ishte vështirësi shumë e madhe dhe zotria që e ka ndërtuar është një guximtar pasionant për të lidhur me këtë zhvillim të turizmit, agroturizmin me zonën, me vendin e tij të lindjes. Dhe në fakt, praktikisht sot rruga i kalon më poshtë njërit prej bizneseve të tij. Kjo nga ana tjetër, po në Ballaban kemi agroturizma të cilët janë zhvilluar dhe janë aty prej 4-5 vitesh, 6 vitesh. Siç është për shembull një fermë vërtet ekoturistike Grand Albanik, që e mban një zonjë nga Ballabani, nga Këlqyra. Por nuk është vetëm kaq. Lidhja e Këlqyrës, domethënë e Përmetit me Beratin dhe me Gjirokastrën, krijon komplet një hartë të re turistike, e cila sjell zhvillim dhe pastaj këto sjellin njëra tjetrën. Të jap një shembull tjetër. Kemi nisur rrugën që lidh Labërinë e Tepelenës me Labërinë e Gjirokastrës, rruga Përgonat-Kolonjë, Përgonat-Golëm. Unë isha vetë para disa ditësh. Dhe aty, prap një pasionant tjetër i agroturizmit dhe i vendlindjes, në 3 vitet e fundit, me shumë mundim, ka ndërtuar një agroturizëm. Sot atje i shkon rruga. Aty janë të zhvilluara disa baxhe që bëjmë produkte të jashtëzakonshme të zonës. Rivlerësohen element, produkte, agropërpunimi, tradita kulinarie, të cilat deri dje dukeshin dhe ashtu ishin, pjesë e zakonshme e jetës. Sot ato kthehen në ekonomi, por rruga, aksi rrugor që lidh Progonatin, dhe mos harrojmë në malësitë e Tepelenës kemi tashmë agroturizma shumë interesant si ato të Nivicës apo në Lekdush, i lidhim me Gjirokastrën dhe krijojmë akse të reja për turistët. Është mënyra më e mirë për të sjellë zhvillim. Herë është rruga që paraprin zhvillimin, herë janë iniciativat private që nxisin zhvillimin dhe infrastruktura publike i ndjek nga pas.
Kemi gjithashtu një tjetër projekt shumë të rëndësishëm. Fillojmë brenda vitit punën për urën e re mbi Vjos. Urë që do të nisi përpara se sa të hymë në Tepelen, tek ajo që quhet ura e Pashajt, dhe shkon drejt në Dragot, duke rehabilituar dhe 4 kilometrat e rrugës së Dragotit. Çfarë do cilli kjo? Që për të gjitha ata që udhtojnë nga Tirana drejt Këlcyrës dhe Përmetit, shmanget ura e Leklit, shmanget ura e Dragotit, të cilat janë shumë të bukura, janë monument kulture, por nuk mund të jenë për një zhvillim turizmi intensiv dhe sidomos nuk janë për automjete të rënda. Kjo rrugë, kjo urë moderne, do të krijojë një aks të ri, një zhvillim të ri, por edhe do të rijetëzojë gjithë atë zonën rreth e rrotullt që i shkon ura. Një tjetër projekt shumë i rëndësishëm është gjithë rinovimi dhe plotësimi i gjithë segmenteve të asaj që kemi quajtur rruga e Vjosës, që fillon në Leskovik, Çarshov, Përmet, Tepelen. Pra, edhe kërkesat, ne kemi ndjekur tendencën e zhvillimit. Turizmi ka kërkuar dhe turistët kërkojnë që kur vinë nga Korça për në Gjirokastër ose Anasjelltas, të mos jenë të detyruar të ngjiten lart nga Rrogozhina, të kalojnë nga Elbasani. Ky aks i ri krijon një unaz të re që lidh Korça, Ersek, Leskovik, Përmet, është një nga rrugët më panoramike që kemi në Shqipëri, është një nga rrugët ku ka shumë dallandyshe agroturizmash të gjitha llojeve rreth e rrotull, dhe kjo do të krijojë vërtet një harë të re turistike duke i dhënë zhvillim. Nuk mjaftojnë vetëm rrugët, mund të përmend gjithashtu unazën e Çajupit, dhe nëse do të flisni për pengje, një ndër pengjet që e kisha arritëm te pengu, më thonë. Po e quaj peng se është pak si fjalë më emocionale. Por në Zagori ka fshatrat që janë të jashtëzakonshëm, janë pjesë e Parkut Natyror të Zagorisë, janë me njerëz shumë punëtor dhe sidomos ato familje që vazhdojnë të jetojnë atje, sepse një pjesë e madhe e fëmijëve të tyre janë të zhvendosur në interesat e tyre profesional, krejt normal, janë njerëz besnik të territorit, janë familje tradicionale me një histori të jashtëzakonshme. Dhe unë kisha gjatë gjithë kohës edhe personalisht, po edhe qeveria që unë përfaqësoj, një ndjenjë borxhi ndaj faktit se sa bukur e kanë ruajtur traditën. Unaza e Çajupit, ndërkohë kemi filluar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, pjesë segmente për të lehtësuar aksesin, por me unazën e Çajupit bëhet komplet që është Gjirokastër, Libohov, Poliçan, gjithë unaza e Çajupit dhe lidh fshatrat e Pogonit dhe fshatrat e Zagorisë. E imagjinoni çfarë zhvillimi do të sjellin këto akse, sepse dhe deri aty ku ka shkuar rruga praktikisht kanë filluar iniciative. Unë më kanë kontaktuar disa zagorit që jetojnë në Tiranë, të cilët mbasi kanë marrë vesh informacionin dhe kanë parë edhe që ka filluar puna në Zagorie, janë tashmë të interesuar të investojnë për të kthyer shtëpitë e tyre në Bujtina. Është mënyra më e mirë për të rihetëzuar dhe për t'i dhënë zhvillim pikërisht këtyre fshatrave. Shembujt janë, në 2017 unë e kujtoj shumë mirë edhe në këtë studio kur flisja për agroturizëm, por banorët më shikonin me shumë dyshim, më dëgjonin me respekt për marrëdhëniet personale që kam me ta, por fjala agroturizëm ishte një fjalë që nuk ishte fare në fjalorën shqiptar. Ja ku jemi sot, Përmeti, Tepelena, Gjirokastra, Libohova, është kthyer, unë mezi pres të filloj kjo gjë dhe në Dropull, dhe po ndërtohet praktikisht një agroturizëm shumë i mirë midis Dervicianit dhe Kordocës. Praktikisht dallandyshet janë aty dhe tani po shtohen zogj, nëse mund të përdor ende këtë metaforë. Nuk imagjinoj që të kishim bujtina në Libov, i kemi. Labova ka tashmë 3 bujtina të tilla, në Nepravisht gjithashtu janë hapur bujtinat. Pra, po ju flas për disa zona që ishin tradicionalisht vetëm fermer dhe blegtor, dhe ku prodhimet bujqësore dhe prodhimet blegtorale ishin thjesht të destinuara për konsum. Në Nepravisht dhe në fushat e Dropullit kemi një nga fermat më të mëdha të prodhimit të drithrave. Dhe të gjitha këto element në Memaliaj, në Krahas, ka hapur dyert një fabrikë e përpunimit të ullirit. Praktikisht që prodhon një vaj ulliri me cilësi shumë të lartë, që sot brenda harkut të një viti e kemi në tregje ndërkombëtare siç është Italia apo Gjermania, dhe me një emër shumë të bukur shqip ullishtari, që praktikisht po planifikon jo vetëm mbledh gjithë prodhimin e ullinjve të zonës, të trevës së Memaliajt edhe të Tepelenës, po merr edhe nga Mallakastra dhe po parashikon
më zi e pres ta shoh të Mariet, një agroturizëm pranë kësaj pike agropërpunimi. Pra, të gjitha këto nuk kanë ndodhur në 200 vjet. Këto kanë filluar të ndodhin mbas vitit 2017, kur rilindja urbane dhe programi që kishte ndërtuar për agroturizmin filloi të jetëzohet në projekte investimi publik, në skema financiare të mbështetjes së këtyre aktorëve të rinj të guximshëm dhe gjithashtu në promovim. Nëse sot ne kemi e mbyllën vitin 2024 me rreth 12 milion turistë, nuk kanë shkuar gjithë në plazh, i kemi në rreth e rrotull në krajinat tona dhe ne po të lëvizim nga Përmeti në Këlqyr apo në Liboov apo në Tepelenën me Malje, ndeshesh tërkohës rrugës me vizitorë të huaj, ndërkohë që jemi në prill, ka filluar që në mars me intensitet. Hotelet e Gjirokastrës janë të rezervuara, restorantet, baret, dyqanet janë plot. Është një skenë pa imagjinueshme 12 vjet më parë kur ne morëm detyrën për të qeverisur këtë vend. Kështu që në këtë kuptim realisht kemi shumë për të thënë dhe nuk po shkoj më tutje në investimet që kanë të bëjnë me shërbimet parësore, arsimore dhe shëndetësore. Praktikisht tani që flasim gjithë spitali i Gjirokastrës, që është spitali Ranaj, është spital që i shërben gjithë zonës, është i tëri në rikonstruksion, poliklinika e re gjithashtu, janë rehabilituar mbi 50 qendra shëndetësore në të gjithë qarkun dhe është pa diskutim një detyrë për të realizuar deri në fund për popullsinë vendas, se po Gjirokastra u vizitua nga 600.000 vizitorë. Kryet kësaj ministrie ju thoni që keni dhënë impuls për zhvillimit të këtij sektori që në fakt ka impakt drejt për drejt në ekonominë e banorëve dhe të mbar rajonit të Gjirokastrës. Keni artikuluar vazhdimisht Lugina e Vjosës park kombëtar, Saranda është mbretëresha e turizmit bregdetar, Gjirokastrën sigurisht që do ta shpallit kampione e turizmit 365 e meriton titullin. E meriton Gjirokastritët. Po, këtë titull. Dhe kështu me radhë turizmi në përmet për përmetin parajsa turistike. 150.000 turistë priti përmetin në 2024, e pa imagjinueshme. Me një kapacitet shtretërish prej 1.500 shtretër, që është shumë pak. Gjirokastra ka mbrit në një kapacitet shtretërish diku ke 4.000, që prapë është pak për kërkesën. Tani kemi një sfidë madhe drejt formalizimit. Sepse, për shembull, lagja 18 shtatori, numri i apartamenteve që tash më jepen me qira për të përkohshme për turistët është shumë i madh. Kjo është një gjë shumë e mirë sepse janë para që hyn në ekonomi, por strategjia e turizmit për 2025-2030, kemi thënë ta bëjmë Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm, kërkon standarde. Pra, nuk mund të rendim vazhdimisht mbas sasisë. Të kuptoj. Duhet të synojmë cilësinë. Dhe unë kam shumë respekt për shumë hotele dhe bujtina këtu në Gjirokastër, të cilët përveç se janë taksapagues të rregullt, janë punojnë tërkohën për rritjen e standarde, ka një garë të shëndetshme dhe të bukur midis tyre drejt cilësisë, drejt estetikës, por nga ana tjetër sigurisht ata janë të konkuruar nga një numër shumë i madh apartamentesh që jepen me qira. Ne jemi në proces të formalizimit me platformën Airbnb dhe Booking.com, sepse do duhet që gjithë ky fluks turistik të përkthehet në standarde, në siguri në turizëm. Por edhe në të ardhura, qoftë në bashki, qoftë në buxhetin e shtetit, për të vazhduar për të bërë investimet për cilat turizmi ka nevojë. Mos harrojmë, në mandatin e 4 do ndërtojmë aeroportin e Gjirokastrës. Aeroporti i Gjirokastrës është vërtet një ndër objektivat e mëdha të mandatit 4 dhe do të jetë një element që nuk ka lidhje vetëm me Gjirokastrën, nuk ka lidhje as vetëm me qarkun e Gjirokastrës. Do jetë aeroporti ugor midis Korçës, Gjirokastrës, Sarandës. Sigurisht do konkurroj shumë fort të aeroportin e Korfuzit, edhe aeroportin e Janinës, normale, por ne nuk jemi në konkurrencë me vendin fqinj. Ne jemi plotësues të një harte turistike midis Greqisë, Italisë edhe Kroacisë. Do ishte çmendurit mendosh që po konkurrojmë dikë, ata janë gjigant të turizmit, kanë 60 vjet, 70 vjet, 100 vjet që bëjnë turizëm, edhe Malizi. Malizi ka 60 vjet që bën turizëm. Por ne themi që në këtë hartë të mesdheut
futemi me një ofertë unike, me një plotësim të hartës turistike të Mesdheut, që kur turistët vinë, sidomos ata që vinë nga destinacione të largëta, siç është Azia, siç është Amerika, kemi turistë nga Amerika Latine, nga Australia, kur vinë, nuk vinë për të shkuar vetëm në Greqi, ata vinë dhe bëjnë një xhiro të gjithë rajonit, sepse normal vinë nga vende të largëta. Pse të mos jetë Shqipëria pjesë e këtij itinerari? Ky është synimi im. Dhe ndajmë të njëjtin treg. Për momentin Shqipëria është në pikë e rëndësishme e kuriozitetit të tyre, dhe kjo arsye do të vazhdoj shumë gjatë, se bota ka shumë lëvizje dhe shumë turist. Për ne është e rëndësishme të mos kënaqemi me numrat e shtuar, e rëndësishme është të mbajmë cilësinë, sepse cilësia sjell dhe çmime më të larta për turistët, edhe më shumë para. Ne nuk e përballojmë dot milionat e milionat e milionat, është vend i vogël. Ju përmendët Vjosën. Park kombëtar. Bëhet fjalë për 480 kilometra vijë lumore, Vjosa që nga hyrja në kufi me Greqin deri në kryeqendrin Adriatik midis Fierit dhe Vlorës. Plus 3 degët, Bënça, Shushica dhe Drino. Dhe kur flas për Drinon kam parasysh edhe lumin e Kardhiqit, edhe këto prente vegjël që e furnizojnë. Janë praktikisht një park kombëtar i cili duhet ruajtur si një thesar i jashtëzakonshëm. Kur ne e shpallëm, anulluam shumë kontrata të lidhura më parë për hece, por nga ana tjetër kemi ecur përpara me mënyrën se ta menaxhojmë. Miratuam në shkurt ratifikuar marrëveshjen për kredin me Bankën Botërore për impjantet e trajtimit të ujrave të ndotura në Vjos. Historikisht, gjithë zonat e banuara urbane apo rurale, ujrat e ndotura i kanë nderur dhe i derdhin dhe sot në Vjos. Ti nuk mund të kesh një park kombëtar, lumi i fundit i erë në Europë, një pasaport ndërkombëtare me të tilla probleme. Qeveria ka punuar 2 vjet të tëra, ka negociuar shumë fort me Bankën Botërore dhe brenda vitit 2025 fillon përgatitja e projektit për të filluar investimin në vitin 2026, që përmeti Memalia, Gjirokastra, Tepelena, të pajisen me impjantet e trajtimit tyre plus një program që shoqëron këto bashki, se nuk mjafton vetëm të bësh investimin fillestar. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. E kemi thënë, e kemi përgatitur, është miratuar në parlament, është marrë kredia, ka kaluar kredia në buxhet, ka filluar ndërkohë puna përgatitore. Një tjetër projekt që ka të bëjë, janë nga këto projektet që nuk duken, se këto projekte nuk janë vetëm kaldrëmi dhe fasadat. Është gjithë projekti i menaxhimit integruar të mbetjeve të qarkut Gjirokastrës. Edhe për këtë kemi punuar shumë fort, kemi bërë projektin dhe kemi fituar fondet Bashkimit Evropian, 19 milion euro, për të rindërtuar gjithë sistemin e menaxhimit të mbetjeve. Deri tani janë bërë ndërhyrje të vogla, pra ndërhyrje në rehabilitimin e pikës së mbetjeve në Gërhot, e vend depozitimit të mbetjeve në Libohov, një vend depozitimi të vogël në Këlcyr, një vend depozitim të përkohshëm në Përmet, me gjithë keqardhjen që është keq përdorur dhe janë keq informuar njerëzit, po është përdorur për qëllime politike nga ata që nuk vun një gur, po një guralec në qarkun e Gjirokastrës deri në vitin 2014. Dhe ti dëgjosh sot që t'japin mend, ndërkohë që nuk e njohin fshatrat, nuk njohin njerëzit, nuk njohin problematikat, vinë këtu një herë në 5 vjet për të marrë atë mandatin dhe pastaj për të shkuar për të bërë bizneset e tyre në Tiranë, kjo është e pamoralshme, për të mos thënë një fjalë tjetër. Por nuk ka fare rëndësi se unë nuk jam këtu për të bërë analizën e çfarë nuk është bërë, prandaj populli shqiptar na ka votuar 3 mandate rresht, prandaj Gjirokastra ka votuar Partinë Socialiste 3 mandate rresht, do ta votoj pas një dilemë në 11 maj sërish, që ne të vazhdojmë që edhe sistemin e menaxhimit mbetjeve dhe ujrat e ndotura në mandatin e 4 ne do t'i kemi projekt prioritar. Po. Keni qenë sinkronizuese e veprimeve mes pushtetit vendor dhe atij qendror. E vërtet. Pushteti thuaj se në një ngjyrë të themi apo në një dorë, u ka lehtësuar këtë detyrë? Nuk e shoh kështu. Edhe shumë faleminderit që ma bë të pyetje. Në bashkinë, në qarkun e Gjirokastrës kemi një bashki që në 2023 nuk e fitoi Partia Socialiste. Kjo është bashkia Memaliaj. Pavarësisht se Memaliaj votoi në mazhorancë Partinë Socialiste dhe Këshillin Bashkiak të bashkisë Memaliaj e ka Partia Socialiste. Pra, nuk ka asnjë dilemë.
për një vlerësim, dhe ne kemi mësuar të lexojmë votën, Memalia vendosi që të zgjidhte kandidatin për kryetar bashkie të kundërshtarit politik. Tani, më mirë mos më pyesni mua, por shkoni pyesni kryetarin e bashkisë Memaliaj, nëse në 2 vjetët që është në detyrën e kryetarit bashkisë, ka ndjerë ndonjë diskriminim për arsye politike nga unë personalisht, nga qeveria, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nga Ministria e Bujqësisë, nga Ministria e Arsimit, po flas pikërisht për disa nga ato ministri të cilat kanë programe buxhetimi për të mbështetur financiarisht projekti që vijnë nga pushteti vendor. Absolutisht jo. Bashkitë, kryetarët e bashkive që fitojnë nuk janë pronar të bashkisë. Ata kanë detyrën të drejtojnë bashkinë me ata që i kanë votuar dhe ata që si kanë votuar. Po kështu, edhe Shqipëria sot drejtohet nga Partia Socialiste në qeverisje, nga një kryeministër që është kryetari i Partisë Socialiste, po ku ne kurrë nuk i kemi ndarë shqiptarët në të majtë e në të djathtë, përkundër ç'ndodhte më përpara. Vjosa par kombëtar nuk u bë tani dhe nuk u ruajt se këtu qeverit më përpara kanë qenë kaq të iluminuara edhe kaq me ndërgjegje mjedisore. S'ka pas fare ndërgjegje mjedisore. Madje fjala mjedis nuk ishte as në fjalorin e përditshëm të politikës. Ka qenë e abandonuar. Qarku i Gjirokastës ka qenë krejtësisht i braktisur nga qeverisjet e mëparshme. 8 vjet kur qeveriste Partia Demokratike, 0 investime në Gjirokastër. Nuk ka lidhje fare. Njerëzit e abandonuan dhe sigurisht kur njerëzit për gati 3 dekada largohen, nuk është kaq kollaj t'i kthesh po aq masivisht. Sepse kanë ndërtuar një jetë tjetër diku, sepse kanë investuar diku tjetër. Prandaj, Vjosa shpëtoi se u harrua nga investimet gjithë kjo zonë. Se ndoshta e larg qoftë do kishte ndodhur siç ka ndodhur në disa pika ku praktikisht ke një Bathore, ke një Ksamil, ke Golemin, të cilat dhe ato jemi futur dhe i kemi rikualifikuar. Mos shkojmë tutje. Kalaja e Tepelenës. Kalaja e Tepelenës në gjithë periudhën e tranzicionit 25 vjeçar, nga 3-4 shtëpi që kishte para 90-s, ke 160. Kemi futur, po bëjmë gjithë rikualifikimin për ta kthyer në një lagje karakteristike, sepse ti nuk ish vendos dot njerëz se krijojnë probleme sociale, por jemi futur me investime publike për të bërë dhe aty një program të vogël të rilindjes urbane brenda Kalas për ta kthyer në një bërtham artizanati edhe turistike. Pra, të gjitha këto nuk kanë lidhje se kush i drejton bashkitë. Është shumë e rëndësishme që kryetarët e bashkive, që administrata bashkiake të ketë të propozoj projekte. Keca për bashki të cilat janë shumë aktive dhe i paraprin, si këtu është programit, dhe i trokasin në derë qeverisë me projekte interesante, po jo vetëm qeverisë, i trokasin në derë gjithë donatorëve dhe partnerëve ndërkombëtar. Në qarkun e Gjirokastrës ne kemi 2 bashki, që është Bashkia e Gjirokastrës dhe Bashkia Përmet, që janë ndër 4 bashkit më të mira nga 61 bashkit kur vjen puna për aftësim për të thithur fonde nga donatorët ndërkombëtar, bashkë me Beratin dhe Tiranën, Përmetin dhe Gjirokastra. Pra, këtu sigurisht është aftësia e kryetarëve të bashkisë, të cilët dinë përtej buxhetit shtetit të thithin fonde të tjera dhe të krijojnë mundësi të tjera për investim, për zhvillim, për promovim. Kështu që unë nuk e kam parë asnjëherë këtë punë si bashki e majt apo bashki e djathtë. Ajo fjala djathtë ka humbur kuptim, domethënë, se edhe në rastin e Memaliajt nuk kemi ndonjë të djathtë, përkundrazi kemi një kryetar që në origjinat e veta vjen nga forcat majta. Por unë të njëjtën eksperiencë kam dhe si ministër. Unë kam raporte shumë të mira me Bashkinë e Hasit, ku ka një kryetar bashkie të zgjedhur nga Partia Demokratike, të cilët i përgjigjen njësoj si gjithë tjerë. Nuk e kemi ne këtë sindrom. Kjo është sindroma e të shkuarës, kjo është sindroma e kënetës. Prandaj Shqipëria ishte aq mbrapa. Nëse duam një Shqipëri të zhvilluar, nuk shikojmë flamurin e partisë që mban kryetari i bashkisë, cili do qoftë, por shikojmë nevojat dhe kërkesat për zhvillim të shqiptarëve, pastaj kur vjen ajo dita e votimit e dinë vetë shqiptarët se si votojnë. Po. 12 vite në pushtetin qendror, po ashtu dhe në pushtetin lokal nuk janë pak. Kanë shënuar rekord, të themi, në historinë e politikës shqiptare pas 90-s. Cilat janë ato risit, ose do jenë ato risit në strategjinë e punës suaj në mandatin e 4? Mandati i 4 është shumë i qartë për ne.
kemi një objektiv madhor, kombëtar dhe historik. Basi ne morëm statusin e vendit kandidat Bashkimin Evropian në vitin 2014, është bërë një punë gjigande nga gjithë shqiptarët, nga biznesi privat, por sidomos nga gjithë aparati shtetëror, për procesin e negociatave. Dhe më besoni, bëhet fjalë për mira e mira faqe, e mira ore ditë pune, të cilët një armatë e madhe njerëzish specialist, nga ata që nuk i shifni, se nuk janë as deputet, nuk janë as kryetar bashkie, nuk janë as ministra, por janë gjithë ekspertët që punojnë në administratën shtetërore, të cilët kanë bërë gjithë përditësimin dhe përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë europian. Çdo veprim dhe çdo operacion që ne kryejmë monitorohet nga Komisioni Evropian. Dhe Komisioni Evropian është shprehur shumë qartas, më se njëherë, edhe në vizitën e fundit të komisioneres për zgjerimin, që në 2027 ne mbyllim negociatat. Kemi kaluar me shumë sukses kapitujt e parë, të cilët janë kapitujt vështirë, siç është kapitulli i sigurisë, i drejtësisë. Kemi bërë reformën më të jashtëzakonshme që mund të ketë bërë në vend dhe askush tjetër nuk më rezulton ta ketë bërë deri tani, që është reforma në drejtësi, një reformë që sigurisht ka kosto të madhe politike edhe financiare, por ne i kemi marrë përsipër sepse trashëguam një Shqipëri ku edhe gjykatësi, dhe prokurori, dhe avokati, dhe ministri, dhe drejtori vareshin nga dora e liderit shtetit që ishte kryeministri i Shqipërisë edhe presidenti më përpara. Ndërsa ajo që ne duam dhe ajo që ne kërkuam me shumë forcë në 2016, pavarësisht se dy forcat e tjera politike në parlament kanë qenë kundra dhe janë detyruar të votojnë nën presionin e partnerëve ndërkombëtar, ndërkohë që ne ishim propozuesit, krijuesit dhe mbështetësit kryesor të asaj reforme, e cila praktikisht duhet ta shkëpusë një herë për gjithmonë Shqipërinë nga korrupsioni, nga mosbesimi, nga thyrja e besimit të qytetarëve ke institucionet. Unë e kujtoj shumë mirë deri para 10 vjetësh, kur bëheshin sondazhe, shumë herë qytetarët i drejtoheshin ambasadave të huaja për në një çështje që do të tregonte mungesë besimi tek institucionet. Sot të gjitha sondazhet, kushdo që i bën, tregon që shqiptarët kanë besim tek reforma në drejtësi. Dhe ne nuk kemi asnjë dilemë që reformën në drejtësi do ta çojmë deri në fund. Deri në fund që në 2030 t'ju lëm shqiptarëve të brezit tjetër, t'ju lëm një Shqipëri të ndërtuar institucionalisht ku pushtetet janë realisht të ndara, ku drejtësia të bëjë drejtësi dhe të japi besim investitorëve privat të huaj apo vendas që aty gjendet drejtësi. E para. E dyta, kjo ka qenë arma kryesore dhe arsyeja kryesore bashkë me rritjen ekonomike të jashtëzakonshme, bashkë me rritjen e gjithë parametrave në fushën e sigurisë, në fushën e shëndetësisë, në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve dhe sidomos në fushën e digitalizimit, jemi vendi më i përparuar në Ballkan. Për sa i përket shërbimeve të digitalizuara, 97% e shërbimeve jepen online, sot gjithçka është në telefon. Dakor? Dhe në këtë kontekst ne kemi gjithë të drejtën të kërkojmë pasaportën europiane për Shqipërinë. Komisioni Evropian thotë që në 2027, ne ka vendosur ata, nuk e kemi vendosur ne. Ne përgjithsisht jemi shumë të rezervuar kur flasim për afatet, sepse e pam në mandatin e dytë që për arsye të politikës europiane të brendshme apo të vendeve të caktuara, procesi i fillimit të negociatave u mor peng më se një herë, se një herë kishte zgjedhje në Holland, një herë kishte zgjedhje në Francë, po një herë ishin zgjedhjet parlamentare europiane, etj. Dhe ne themi prit ne eci me hapa të matur. Kësaj radhe, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, të gjithë thonë 2027 Shqipëria mbyll negociatat. Dhe me njëherë mbrapa, me mbylljen e negociatave bëhet antarësimi i Shqipërisë dhe ne kemi marrë këtë angazhim brenda mandatit 4. Dhe kjo do të thonë shumë. Kjo do të thonë që të rinjt tanë, fëmijët tanë, të mos jenë në panikun që po ika jashtë, nuk kthehem dot më, se pastaj nuk iki dot më prapë. Por me atë pasaport do të jenë njësoj si bashkëmoshatarët e tyre. Italian, francez, grek, mund vend bëjnë studimet në Greqi, të paguajnë të njëjtat kuota dhe tarifa shkollore si grekët, të vinë të punojnë, të shkojnë të punojnë diku tjetër, të vinë sërish, pra do të jetë një treg i hapur siç është për të gjithë Europën e Bashkuar. Edhe është një moment ku për rolin e jashtëzakonshëm, stabilizues, paqëruajtës që luan Shqipëria, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por në Ballkanin më gjerë, po doni përfshim këtu edhe pjesën përtej kufive të Ballkanit, Europa ka nevojë për Shqipërinë,
por Shqipëria ka nevojë për Europën. Ka ardhur një ditë ku praktikisht nuk kemi qenë ndonjëherë më afër njëri tjetrit për interesa reciproke, jo thjesht për interesat tona. Keni bërë një deklaratë guximshme që në qarkun e Gjirokastrës Partia Socialiste do t'i marrë të 4 mandatet. Ka qenë moment emocional, të themi, dëshira apo një deklaratë sfiduese drejt për drejt për kundërshtarin? Unë me deklaratat që bëj kur bëhet fjalë për objektiva, nuk sfidoj kundërshtarin, ne sfidojmë vetvete. Llogaritën nuk i bëjmë me kundërshtarin. Në kundërshtarin pothuajse nuk e llogarisim fare për një arsye se nuk e llogarit vetë krahu i vet politik. Nuk mundet të kishte më mungesë respekti për qarkun e Gjirokastrës nga Partia Demokratike, kur shikon që për pas 5 mandatesh dhe humbjesh seriale, dërgon po të njëjtin kandidat për deputet, që e di edhe vetë që vjen këtu vetëm për të marrë atë kolltukun e deputetit, përtej limiteve edhe që t'jep koha, që t'jep mosha, e kështu me radhë me gjithë respektin për moshën, po vjen një moshë ku duhet të merremi me sa gjëra tjera. Megjithatë, nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të rinjtë e Gjirokastrës, se çfarë mendojnë qoftë edhe grupimi i Partisë Demokratike në Gjirokastër. Ata sfidojnë vetveten duke çuar kandidatin që nuk e duan. Ndërkohë që ne jemi në garë me veten tonë. Për të parën herë, lista e qarkut Gjirokastër është një listë me kandidat të lindur në qarkun e Gjirokastrës, të rritur këtu, që kanë krijuar familjet këtu, që kanë ndërtuar jetën e tyre, do vazhdojnë të jetojnë këtu. Dhe një kombinim kandidatësh për të mbuluar të gjitha trevat e Gjirokastrës. Pavarësisht se unë qendrën time të votimit e kam në Tiranë, pra gjendjen civile e kam në Tiranë, praktikisht është një fakt i njohur për të gjithë që unë jam çdo fundjavë në qarkun e Gjirokastrës. Herë në një fshat e herë në një fshat, dhe kjo nuk ka fare lidhje me periudhën e fushatave elektorale, kjo është puna ime prej të paktën 10 vjetësh në këtë qark, ku i njoh të gjithë dhe më njohin të gjithë. Po kështu, 4 kandidatë të tjerë që vinë me përvoja politike si Tërmet Peçi, apo me përvoja profesionale në shtet si Anila Dimitri në Përmet, apo me profesor Shqyqyri Hysin, që vjen nga bota akademike, por në anën tjetër i lindur dhe i rritur në Memalia, apo me kandidatin që është prurja më e re në Partinë Socialiste, të Bashkisë së Gjirokastrës, Piero Dhima, i cili mbulon gjithashtu edhe Bashkinë e Dropullit për lidhjet e veta familjare, për historinë e vet familjare, dhe një kandidat që vjen nga biznesi, me një përvojë të re pikërisht nga ky biznesi që ka parë se si çfarë ndodhin me rilindjen urbane në Gjirokastër. Pra jemi 5 kandidat, të cilët jemi tërkohën në territor, për shkak të përvojave tona të mëparshme, kemi qenë gjithmonë në komunikim me pjesë të ndryshme të komunitetit të qarkut të Gjirokastrës, dhe janë njerëz të realizuar në jetën e tyre dhe të cilët kanë vetëm një objektiv, që mandati i 4 të realizoj ato programe që unë thash pak më parë. Nuk janë këtu as për të marrë një karrige, se asnjëri ndër ta, përfshi dhe mua, nuk e ka të lidhur jetën me një karrige të caktuar, sikurse duket që e ka të lidhur kandidati drejtuesi politik. Flas vetëm për drejtuesin politik, se kandidatët e tjerë, me keqardhje, me gjithë respektin për përvojat e tyre personale, kam shumë respekt, s'kam asnjë lloj problemi, janë aty thjesht për të hedhur në një dorë, në një lopat ke karrige e drejtuesit politik, që është tallje e madhe me qarkun e Gjirokastrës, është tallje me Partinë Demokratike të Gjirokastrës. Dhe ndërkohë, në këtë llogari dhe në këtë bilans, aq më tepër po të llogarisin këtu dhe votat nga diaspora, Partia Socialiste i ka të gjitha mundësitë që të maksimizojë çdo vot, përfshi edhe vota që dikur mund t'i ketë pasur kundra, të cilat janë bashkuar radhët Partisë Socialiste, se njerëzit shkojnë me atë që punojnë, nuk është më çështje flamur partie këtu. Ne thamë, ne i dalim vetëm, ne po të shikosh, ne dalim me flamurin kombëtar, ku që e zgjidhim me flamurin europian. Forca tjetër politike tunde shkon një flamur që mbasi është qyer një herë me vul, një herë pa vul, tani e marrin edhe mbulojnë aq sa mund të mbulohet, por nuk mbulohen dot gjërat. Dhe ndërkohë, më vjen shumë keq, po janë antarë të Partisë Demokratike, mbështetës Partisë Demokratike, që qoftë individualisht dhe në rrjetet sociale bëni një kërkim fare të thjeshtë, do shikoni që edhe në faqet e tyre nuk mungojnë komentet që thonë ti marri Partia Socialiste të 4-ta, të fillojmë dhe ne nga fillimit në hapet rruga për trinj.
Ka shumë drejt. Edhe ne do ta bëjmë edhe për ata edhe për ne. Po sidomos për Gjirokastër. Ndonjë gjë që të ka ngelur përpara se të shkojmë te fundi për të thënë. Shiko, unë flas çdo ditë, komunikoj çdo ditë, e nis ditën time në orën 7 të mëngjesit dhe e mbyll në orën diku nga mesnata. Edhe kjo, si kur jam Gjirokastër, edhe kur shkoj në Tiranë, sepse si ministër sigurisht kam dhe detyra të tjera. Kur jam në Tiranë, telefonin nuk e ndaj nga qarku i Gjirokastrit, më shkruajnë njerëzit, herë ju përgjigjem drejt për drejti, herë e delegoj përgjigjen tek pjesë të skuadrës time të Partisë Socialiste për ta ndjekur konkretisht në terren. Kur jam këtu vetë jam komunikim non-stop me të gjithë, kështu që unë nuk më ngelet asnjë lloj pishmani dhe asnjë lloj pengu se s'kam thënë ndonjë gjë. Flas kaq shumë gjatë ditës, komunikojmë kaq shumë, ndjekim kaq shumë çështje dhe gjëra në të njëjtën kohë, fshat më fshat, saqë sinqerisht përtej konsumit fizik është një kënaqësi e jashtëzakonshme, është një emocion shumë i madh dhe për mua vitet si deputete në qarkun e Gjirokastrës janë vitet më të rëndësishme dhe është universiteti më i madh që unë mund të kem bërë ndonjëherë. Domethënë që të i kalon gjithë universitetet e marra bashkë që mund të kem bërë më parë në profesionin tim të mëparshëm. Po. Dhe mesazhi që ju me të cilin do t'i drejtoheshit banorëve, votuesve të qarkut të Gjirokastrës? Kam dy mesazhe. Data 11 maj nuk është thjesht vot për Partinë Socialiste. Data 11 maj është vot për fëmijët tuaj. Është vot e një mundësie shumë të madhe ku mandati i 4 pajis çdo shqiptar me pasaportën europiane. Nuk mund të mbajmë barrën mbi ndërgjegjje që të mos ja u japi këtë mundësi fëmijëve tanë. Dhe mesazhi i dytë, përveç se patjetër çdo shqiptar do duhet dhe çdo gjirokastrit, lipovit, opullit, përmetar, me malot, tepe lenas, këlcyriot, duhet të votoj në datën 11 maj. Lidhuni me të gjithë motrat e vëllezërit tuaj në diasporë. Procesi i votimit nuk është i lehtë, është një ushtrim që po bëhet për herë të parë, nuk varet krejt nga ne dhe as krejt nga ata, por edhe nga shërbimet postare. Ju lutem, porositini njerëzit që t'ju bien pas zarfit dhe të shprehin vullnetin e tyre. Është e para herë që qeveria shqiptare, që Shqipëria ju jep motrave dhe vëllezërve në diasporë mundësinë për të votuar. Ju lutem, kujtojuni atyre të mos ta humbim të shansë. Është një kontribut që japi dhe ata për ju, për Shqipërinë, por edhe për veten e tyre, sepse një ditë shumë prej tyre kanë shprehur dëshirën të kthehen. Atëherë, ju urojmë suksese. Faleminderit. Faleminderit ishe këtu sot me ne. Faleminderit juve. Një falënderim vjen edhe për ju të nderuar shikues që na ndoqët në minutat e këtij emisioni. Ndahemi bashkë, miru takofshim.